5 zakone që qetësojnë ankthin. Në 1. Fokusohu vetëm në këtë ditë. Kur mendja pyet, a duhet ta përballoj këtë gjithmonë? Përgjigjja është jo. Vetëm sot, vetëm këtë moment. Trupi qetësohet kur nuk e ngarkon me të ardhmen. Në 2. Ndrysho dialogun me veten. Fjalë si, po mendoj diçka keqe, po humbas kontrollin, e fusin trupin në alarm. Në vend të tyre thuaj, po përjetoj ankth tani, dhe do të kaloj. Kjo e mban situatën reale, jo kërcënuese. Në 3. Qëndro pak më gjatë aty ku do të ikje. Në market, në makinë, në një situatë pa këndshme, qëndro dhe pak. Pa luftë, pa ikje. Kështu sistemi nervor mëson se nuk ka rrezik. Në 4. Bëj një pauzë të vogël para reagimit. Ndal për 5 sekonda, mos e shty ndjesin, mos e analizo, vetëm vëzhgoje. Kjo e ndërpret ciklin automatik të frikës. Në 5. Riktheve mendjen tek ajo që po shkon mirë. Ankthi e stërvit mendjen të shoh rrezik, mirënjohja e stërvit trupin të ndjej siguri. Edhe gjërat më të vogla kanë fuqi, frymarrja, prezenca, fakti që po ja del.